ki lloj raste, ki gra që i kanë lënë fëmijët edhe kanë ka përcy duvarin, kanë shku me tjetrin. Për shembull, atë ke shpengu që i shkon një njeri i martuar dhe s'ka fëmijë, pse që ta. Jo, më çka kam për të pa martuar një sot krejt, thoja. Qa ka dallim martesa sot me bashkëjetesë, me lidhje, me flen non-stop, me shku det në pushime shkon non-stop, me qysh me thonë ja njofton familjen mas 2-3 muje, qka është ndryshe martesa? Kur ma shumë rënë shpitina se sa në shpitanë. Se kishe pas problemi, ti shkoni martu veç më se pas fëmijë? Unë edhe pas nuk e kisha pas problem. Jo, se thjesht fëmija është viktim, s'kisha mujt mja paragjiku fëmijën dikujna, që prind kanë pas probleme dhe me thonë, jo, po fëmija i ti ose fëmija i saj, kur njët atë sen se kisha po, kur. Bile ja kisha respektu, ja kisha nëru, edhe i herë ma shumë që mos me bo mu një keq, a kuptan? Sa mirë. Unë ku marrë një mentalitet tjetër, këto sana as nuk i këshyrim. Qërë dhe sprovat nga kanë bu neve dëve se të e pas familje gjanën e njejtë, kështë që po, si ti se janë është qeshtë tjetër. Po Kosovë mas pari, veç mrena vitit fundit ma shumë ka divorce se sa martesa, tash imagino. Mrena vit, ja? Ma këqyrë më sarë, i ka hup edhe lezeti martesës, nuk po thëmë kështu i ka hup, që shukon, po e kanë... Ka ma dhe gratë janë të ranu, e kanë prishmër martesën njëzit. Shumë janë të ranu gratë. Ej, fejohen sot dahen mas 2 mujve, martohet sot dahen mas 6 mujve, të më thënë është hup mër lezeti. Që une e kum ki problem, okej. Një gjallë, edhe kaloj një vjetë diçka që shto. Edhe presion tipi, vish mu feju. Në Kosova? Jo, në Zvicër. Mu feju, thash, o ti zotni, thash mu, thash nuk u mjafton koha, që na jena, pse se ti jetë të ndryshu dita në dita, po kuptan, edhe unë s'pe kuptoj që të presion që jetë u ma bon ti, për mu feju. Unë i kalzoj familjes tem, nuk e kam problem, pse ata e din që unë kam me njoft dikane, kam me kom me dikane. Kur t'ja nisi me njoftu dikane, unë e bisedaj me nonën teme. Nona jam qështu, ishtë që si djali, apo kuptan, unë e kam qatë liri me full me nonën teme, absolut gjithë shka njetë. Edhe, ja nisi të mbo presion. Jo, po, nëse s'don ti na dohëm. Thash, po, a? Dojo mëre? Dojo, thash, me një herë, thash, dojo. Asa dhe një sekund, thash, mos rrej, thash, mo. Qka është, thash, kërë presion? Ishin kanë aty të i bo presion familja vetë. Tu më këshyra ata në për intervista, në për televizor, në për anej, ja mu bo sa ma shpejt, ja hekri rejet sa është i nëzet, ja që si bjen mas që ta është i kjo ka me tik pidore, ja kështu, ja ashtu, kaloj njerin para në uja me. O, thësha nuk jam gati, a i të kuptu, pësi që kishtë, i kisha 100.000 plane, 100.000 sene hala pa i kry, qysh s'ku mujt me këshyr me rahatu vetën tem, për pa i rahatu të shpis tema, po kuptan? Për shembull, sot jam në një pozitë më ndryshe që muj me njoftu dikan, kaloj mirë, ja kuptoj personalitetin tipin sa në qysh e ka, kur e di që është njëri i pjek, kalon një kohë, muj edhe me vendos. A më në atë kohë nuk jom ka në gjendje me vendos. A me këshyr mi bosanet për veti, a me këshyr mi bosanet për shpitam, a qa me bon. Shumica familjeve po jo po në ta blej banesën e nënës, po jo më rëzët nisës, du nesër mas nesër më thonë, jo po unë ta bleva, unë ta bona. Jamais de la vie, as banesa, as një sanes. Shumica njerëzve, familjeve në fakt, japin presion si djembe dhe si qika mu feju dhe mu martu së hatë ma parë. Për një më është ja, mo mënyra, kur të thët dikosh ty, ja që shtu, ja ki mu dopë, qka të të mungu ty? Qka të dëbën ty siguri një rreth në dorë që e qetë? Qita është e qesë, mas dite e heki. Ose mas dite dalë me dikën tjetër. Ta gjuj, nuj ta gjuj. Apo den, përsi ti me nënë që mu më lidhë me një rreth në dorë, jo me rreth, po me konop, 10 konopa me miqit, së në më lidhë, kur nuk je njeri. Dush me më lidhë me dashni, me mordh, me mështi bërgj moralisht, me dhonë unë zbën me hup këtë njeri. Apo kuptan? E jo, ta shita unazën ngesht të hecë, se mo po hecë mërë bajo, se sa unazat i shti i heki për i gishti finila komedime, se kam atë problem heq. Për një me është shumë kesh ke pjesë. Problemin ju unaz, jo thot kun feju, dhe shkan mërë ke feju, thashtë e i leu pa qa i, ka për thash këtë unaz, heq mo, mërsh. Para më nëj e njerës nuk ja din lezetin. Të të feju pa e dit heq. Nuk ja din lezetin as fesës, as martesës. Ti qysh për një me këtë jetë duesh me njoft një person shumë, s'ka rëndësi me të njoft familja. Vetë ti duesh me kalu shumë kohë me të, për me ditë se ja vlen me feju ose me martu. E le mo me bashkjetu. Nuk shkan gjithë mo. Amo one, për pa bashkjetu,
unë nuk e kisha vendosur për më feju. Qëra? Se unë jam njeri vezveseli, unë du me ditë qysh sillet në shpe. Apo din, pika parë. Nëse ka gabime sene, është shumë normale që njeri mundet mi përmisu mëre, po njeri për hatër, unë qka s'kom bo për hatër, qa kiti që se në rani vest keqin tonin të ti, kur e din që nashta është për të mirë, nashta është për të mirë, po, qa kiti që se në rani, jo, me dasht e në rani, me dasht me një kam rënë të ndite, vish mi abo shefin, ato janë filma që thot dikosh ja po, unë jam kë, po deshe, po s'deshe, jo zëtni, se dhe unë jam konkret tjetër kosh, po për dikanin jam bo këtë tjetër kosh. Nuk e kum rrunë personalitetin tem, po e kum rrunë një vetë që i ka pengu, një sen që i ka pengu, kum bo diçka që mja bo qefin ma shumë, apo kuptan, ose kum dosh mja respektu familjen, e kum ditu në qysh mu vesh, qysh me nejt, qysh, apo kuptan, hatri familje se sene, tja qeli balën që thojnë, jo mja ullë kryt. Unë e du një person njët, të qysh që të bënë mu një mirë, të atë hajtë folim diçka, bisedëm diçka, jo, au qove, a flajte, që kise që nërvaz, ose diçka kështë gjana kotit. Po, arrogant, no. No, këtë sanë nuk i du. Unë du për shamull, folim shlirë si shakëshoqe për shamull. Nuk është mo aja koha me fol... Si na që shto, po? Po, nuk është mo... Po ngëm, për një me po. Jo, pret njerë. Nuk është mo aja koha me fol ti një besit burë gru. Se nëse fillon veç burë gru, atër kim pas edhe shumë konflikte gjatë jetës, gjatë momenteve. Për shambull, ju me pas shumë... Që da me komt, me i herë të njeri. Jo për shambull, me pas grunë veç shoqe, sa atër lidhja hup, po me ditë kur me qujtë shoqe, me ditë kur me qujtë shak, me bo një muhabet shëqnor, një muhabet serjaz, apo shkojmë që tu, apo rrim që ka, që ka po bojmë. Ato sene vinë vetë veti, ju kënë varët me kanë ki punë, se ti normalisht që kur je në lidhje, normalisht që ti që ati njeri kimi kushtu ko ma shumë se sa gjithë shkaje tjetër, apo kuptan? Unë jam kanë lidhje, nashta në rartë punës jam kanë, kënej na i bëjshë na injekcia, na i make-up, na i sen, kënej na i moj shamet, a thu që auto bo sen, apo din, qëtash ti tja shkuj një mesaj shpejt, apo din, tja qëj na i zemër, na i trep, na i sen, që mi kalzu që mu pëm bjen me më për ty, e sen, atë janë gjithë të vogla që kanë kuptit madhë. Të nditën du më shkrujt, në telefon po. Atë me bo mësë më këthyr moment, ja qëj 5-6 ija ose 5-6 pikpytje. Seriozisht? A, ti po të shkeshe njërë. Po jo, ja qëj, si të ma këthen atër e arri, e di që është mirë, se bona marak, që ka është të botë këtë bo. Unë në rarë punës s'kam qef me moj telefon. Po prit njerë, momentin që ma këthen, atër i thom, ani zemër vazhdo, edhe ljarguna nuk fulli me të mon njerë, niko. Të një nashtë mas një 2 orë, vi shruja 5 zemër që abone, se diqka, po më shkon nerva, më shujt personi për shamull tjetër, më shujt mu femna, më thonë, hej qabona e mirë, që shi yllë, që të një mas 1 minuti, apet, aje që kime bo sot, të një mas 3 orëve, e që ka i të bojë shtash, të një mas 2 orëve, e ku jesh tash. Non-stop nuk kam qef me shkujt non-stop. Jo, nuk është puna me shru non-stop, po për shamull, gjithë kosh i ka dhe principe, parimet vetat që i ka. Për shamull, one, kam qef me ditë ku ashtë. Po, shumë e thjesht. Edhe kam qef me janë njoftë shëshnin, apo kuptan? Jo, më janë njoftë shokët e tina, po du me ditë, me kanë rrenë qysh rrenë, nëse si një personalisht me ditë, se nesër mas nesër mundet me ndodhë diçka asi, du me ditë me ka një kanë, apo den, se jetës kur si dijet qka mundet me ndodhë, shumë kosh, ka ranë probleme, ka ranë situata për shërë dikujna këne anej, du me ditë kush është, qka banë, qka hanë, qka penë, kur rrenë, me kanë rrenë, qito sene qa du me ditë. As nuk i thonë pse, as qysh, as tek, po du me ditë ku je. S'mund është ti mu më thonë mu, e harrova telefonin në shpe, edhe dola me shuk. Sa val, ku shkon ti pa telefon? Asë egziston kërkush në botë për ty që duesh mi kalzu dikuj ku je, a najsena, dhe me thonë ti vishkrymë veti. Unë e du një njeri njët që dalë shlirë, knasë në shlirë, pa më pengu familja vetë, ose pa më pengu mu familja jemë, më thonë ku e një qka botë e keni, du për shamë të shlirë më konë. Më dalë shlirë, më dalë në jam drejka, darka, më knaqë, më shumë e vledi qka me shëtit bashkë. Po ato e normale, besoj, sot, nashta nuk është të gjdo qeft, ama unë besoj që gati gjdo qeft, ato i bënë, sa është pjesë e jetës. Dënë me dalë me bo shopping, bjenë syrë që ka më marrë me veti. Po, se ki qitë që e merë nanën e merë vlau, nëse e merë dikon, nëse s'munit me dalë vetë, më varë edhe qësh rritet personi. Shkur që për shamull, apo shkojmë sonte në Rogovë, apo shkojmë për rrimë sonte në Prishtina, apo shkojmë sonte për rrimë peje, qëka të që tjetë me bu një natë, 2 personat bashkë. Pamvarësisht nuk është bre thonë në gjithë qka që
jetu shku për një sen që kime bo, se ti ki dashnore, ajo të ka dashnor, normalisht që ti do më shku për qef, më knaqë si person, me shiju ambientin, kaq, shumë e thjesht. Shumë e thjesht. Shumica njerëz e bojnë plane për shembull. Çfarë plani më? Sot u nisa, hajde ec, sot për sot po bëhet plane. Mas ditë po bëjmë barbecue ose diçka se po shkojmë diku në mal. Pedhezim një zjarm, domethënë, duhet më kon tipa e njëjtë. Kjo vjen pej mënyrës që je rrit, kjo vjen pej jetës që e ke bë ti, se nashta je rrit ndryshe, po jetën masani e ke bë këtë ndryshe. Kjo vjen pej personalitetit që ti ke kriju gjatë kohës që je rrit, apo kupton? Për shembull, unë jam njëri që jam mësuar me shiu natyrën. Unë kur t'jam lidhje normalisht që du me pas njerin tem me veti, që kam vynë mu me shumë me shiu natyrën vetë. Unë që tash për shtash t'i knasna me shoqni tem, po kur të kam njerin tem normal që knasna dhe i herë ma shumë se me shoqni. Sa i t'jep tjetër ndjenjë, t'jep tjetër emocion, s'ka gja ma t'mirë se sa me dash dikush dikanin. A din që ndrojt të qaja, pavarësisht seneve dëshpërimeve këne anej që i kumë kalu. Po, kur t'vjen ai moment, është diçka tjetër. Që gjithë se cili njeri ka pas dëshpërime, s'ki njerë që s'kan kalu dëshpërime. Amo, e mirat mirës është për shembull, akoma mirë se me pa për shembull dy prind, si nga ona e djalit, si nga ona e qiks, me i pa një qift lumtur, do më thonë kanë rrit një frutë shumë të mirë, që e ke jep në një dorë të sigurt, edhe shumë mirë, shumë lumtur. O, sigurisat nuk ka këto. A ka gjama keq se mu përzi prind të djalit. Këto sigurisat s'ka, për si tes 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet mirë, mas 4 vjet e krizë bomba? Jo, faleminderit shumë si jam unë. Mas 4 vjetë, për shembull, krizë bomba. A jondë? Po, jo, qëre, nëse ti hinë një lidhje dhe vazhdo një lidhje edhe jetu menu që është të të zveç mirë, nuk është e thonë në ti me menu të keqen. Asë njëherë nuk duesh me menu të keqen. Qatë person që e ki në kra, e ki afer vetit, duesh me menu ditën e sotit si me konë dita e fundit. Me ta. Po. Unë po flasë kështu, apo kupton? Për shembull që sot që kemi... Se di unë gjatë të zërmenu. Që kemi ditën sot. Po, sepse nëse ti nuk e jeton ditën e sotit si me konë dita e fundit, atëherë... Allah unë menoj për nesër. Qysh menoj për nesër? Po dhe, unë sotit e bëjt sotit, po edhe sot menoj për nesër. Po, ajo është shumë i sigur që ti s'do më thonë që kime hongër sot e nesër s'hana, po din. Po, problemi është që nuk dush me menu të keqe, nuk dush me menu fundin nëse diçka. Ose për shumë s'ka shku diçka sot me to edhe për shkët e shpia, ose të shpia eme, ose më rej, për shkët e shpia eme. No, s'bën me menu të keqen, duhet gjithmonë me menu vetëm të mirën. Momentin që ti e menon veç të keqen, atëherë e keqja të vjen. Sa ta të larë kofshin, ata të këqit, ta bind të keqen. është funksionon shumë ligji tërheqës. Ligji tërheqës për para thëshin, për shembull, kujna kom nashta ma të vogël, të karo me një ki fjallë, mos njell zi, mos njell keq. A ke po fëmija, të bistikfaq u qëshin, u shtrejshin, mi distoke i qëtëshin dur, të kështu u bëjshin të bistikfaq si gjenazë, mas 1 javë, 2 javë, kreske na i dek na i konë. Thëshin që e ka njell zi, apo din? Ose policia na i sen përmendrin, bam, t'hinshin daj. Qaja, po ka njell zi. Kjo është ligji tërheqës që sot quhet ndryshe, përpara ka thonë mos njell keq, mos njell zi. Pasha zotën të merë usë është kjo e... E dikush në lidhje për shembull, kuku se po më trafton, kuku se ka mua bë kështu, kuku se kështu, po ti jetu i majt me atë që aty aja ka me ndonë. Mos i maj, është për shembull tjetëri është një qift. Për shembull aja femna thot e ka një shoqe ose çik hallës, çik dajstat qëre, këta janë të lumtur, apo shak tipi blen, mund të s'po mblen. Ose për shembull është djali, thot qëre djali mi të është shumë i lumtur, apo qëre djali hallës tem, ose qëre djali dajs tem që gruaja vet anë kënej, ti s'po veshesh si ajo. No, mos i mëno këto stane, ti dush me fol vetëm për veten tonë edhe për partnerën tonë që e ki. Lej çifte tjera, ose nëse ti mendon për çifte tjera në familje që i keni, atëherë ju nuk jeni shumë të lumtur. Se jeni të menu për tjerët, jeni të fol për tjerët. Që ato raste, ato janë të ralla, nuk janë gjithkohë, a kupton? Tashti edhe njeri grus i blen me mundësi, çaq sa ka. Dikush ndoshta me pas, që thonë ja ke shkruar botën para kamve, po se ka qatë mundësi financiarisht mja bo, ja jep dashnin, diçka që s'blet me para, unë ma shumë e vlerësoj qatë sen, se sa me mi pru ku me di qëfar dhurata, ku me di qëfar sene. E vlerësoj ndjenjen, njerin edhe mënyrën që shqilët me mu.